Buonasera, lei è? Mirëmbrëma, jam avokatja Roberta Kanal dhe ndodhem sot këtu në Tiranë për këtë aktivitet e organizuar, pikërisht për të bashkuar nevojat e studimit me nevojat e punësimit për të ardhmen e të rinjve që duan të ndjekin këtë rrugë. Le esigenze poi lavorative di un futuro per i giovani ragazzi che vorranno intraprendere questo percorso. Jeni interesuar për studimet apo për studentët pas diplomimit? Agli studenti dopo le lauree. Për studentët pas diplomimit, sepse është e drejta që ata të studiojnë dhe të krijojnë një bagazh përvoje të vlefshme, por më pas, kur të hyjnë në tregun e punës, duhet t'i vënë në praktik këto njohuri. Unë jam këtu sepse më interesojnë studentët që kanë tashmë një diplom, specializim apo kualifikim, për të krijuar një lidhje mes kërkesës së kompanive për persona të specializuar dhe ofertës së kandidatëve. Quella che è la richiesta da parte delle aziende che vogliono delle persone specializzate e quindi portare il singolo che abbia una specializzazione e portarla appunto all'azienda che lo richiede e quindi fare una sorta di intreccio tra quella che è la domanda e l'offerta. Ju keni studio si në Itali ashtu dhe në Shqipëri? È vero, sì. Po, është e vërtet, kam një studio ligjore në Itali dhe gjithashtu një studio ligjore këtu në Tiranë. Përveç kësaj, kam edhe një shoqëri tjetër që merret pikërisht me ndërmjetësimin mes kërkesës dhe ofertës, me studentëve, universiteteve dhe kompanive. Ekziston mundësia që këta të rinj të hyjnë në Itali dhe më pas në Europë përmes një vize të posaçme për studim ose praktik, duke u integruar në kompanitë italiane që aktualisht kanë nevojë për staf. Per studi, per tirocinio, quindi poterli applicare nelle aziende italiane che al momento hanno necessità e bisogno. Jeni më shumë e interesuar për studentët shqiptar të diplomuar në Itali apo për studentët italianë? Mund të jenë të përshtatshëm edhe studentët italianë, por në fakt jemi këtu për studentët shqiptar që diplomohen. Ka një kërkesë të madhe? Po, saktësisht. Në Itali për fat të keq jemi gjithnjë e më pak konkurrues sa i përket vendeve të punës, prandaj duhet të kërkojmë edhe jashtë vendit. Ne kërkojmë persona me kompetenca specifike. E ovviamente noi cerchiamo persone che abbiano una competenza, non Mi dicono questi Profesorët që kam intervistuar më thonë se studentët shqiptar janë shumë të mirë. Sono eccellenti, hanno usato loro. esattamente. Janë të shkëlqyer dhe kanë të drejtë. Nga përvoja ime gjatë viteve kam parë shumë student, madje një dhe avokat me origjinë shqiptare, që janë diplomuar në Bologna apo Padov, të cilët janë shumë të përgatitur dhe kanë gjetur hapësirën e tyre personale. E quindi sono molto bravi e hanno un loro spazio, anche perché poi ovviamente in Italia abbiamo tantissime persone di origine albanese. Në Itali ka më shumë se gjysmë milioni persona me origjinë shqiptare. A punoni shpesh me klientë me origjinë shqiptare? Po, edhe pse nuk jam me origjinë shqiptare, kam shumë klientë shqiptar. Shpesh paraqiten çështje që lidhen me lejen e qëndrimit ose probleme të tjera ligjore. Shumë persona janë integruar në Itali, por ruajnë lidhje me Shqipërinë dhe kanë gjithmonë nevojë për një avokat. Poi magari ci possono essere problemi col permesso di soggiorno o magari gente che si è integrata, inserita e a casa, non so, in Albania hanno sempre bisogno di un legale. Ndoshta. Quindi diciamo che il mio venire qui Ardha ime këtu lidhet edhe me kërkesat që më vinë nga klientët e mi. Ok, allora sicuramente ci sarà il caso. Vitin e ardhshëm do të mund të dimë sa ish studentë shqiptar të diplomuar në Itali do të punojnë për juve. Che hanno laureati in Italia che sono dipendenti vostri. Magari. Grazie. Faleminderit edhe një herë. Buon lavoro. Punë të mbar. Buon lavoro. Të nderuar teleshikues të ABC News-it, kjo ishte puntata e radhës e emisionit Të gjitha rrugët çojnë në Rom. Në fakt ka ardhur Roma në Tiranë për studime në raport me të gjithë nxënësit e shkollave të mesme në Shqipëri. 55 universitete italiane janë në Tiranë për të ofruar informacion për mundësitë e studimit. Janë, siç e u sollëm dhe gjatë puntatës së sotme, mbi 20 universitete